Unë jam Grigel Smuçollari, kandidati i Partisë Demokratike në Tiranë për zgjedhjet e 11 majit. Sot do ju them pse emri im është këtu në këtë listë, e cila është fleta e votimit më 11 maj. Është sepse unë besoj se ndryshimi është ajo çka i duhet vendit, ajo çka i duhet Tiranës, ajo çka mund të vijë vetëm nga politika. Politika pra, qeverisja 12 vjeçare është përgjegjëse për gjendjen ku jemi sot. Kam shumë të afërm, miqe të njohur, për të cilët çdo ditë bëhet edhe më e vështirë. Dhe kjo po ndodh me të gjithë. Ekziston një stres, ka një nxitim, një kaos. Shumë veta me zia dalin. Shumë të tjerë do të bëjnë 2 a 3 punë për të përballuar faturat, e për të krijuar mundësi shkollimi e edukimi për fëmijët. E pra, kjo është skllavëri. Unë besoj se Tirana dhe Shqipëria mund të bëjnë më të lehtë jetën për njerëzit. Ata të punojnë, të kenë të ardhura pa u të munduar, të kenë kohë më shumë për familjet e tyre, të kenë dinjitet. Një pensionist të mos ul syt në markete ku sheh çmimet. Një student të mos rroptohet për të përballuar koston e qiras, por të ketë më shumë kohë për të studiuar. Një familjar të mos jetë në ankth për fundin e muajit. Një profesionist të ketë jetën cilësore, të ndjek ëndrat dhe projektet. Dhe të gjitha këto nuk janë utopi. Janë krejt të mundura me një politikë që përkran njerëzit, lufton varfërinë, mbështet të rinjt. Kjo qeveri është e mundur. Ky ndryshim është i mundur dhe është vetëm pak javë larg. Gjithçka fillon më 11 maj. Unë për këtë jam garë dhe ky është motivi im.